Kryetari i Bashkisë së Vlorës Ermal Dreda ka inspektuar bashkë me ambasadorin e Gjermanisë në Tiranë Karl Bergner landfillin e Sherishtës. Sipas Dredës, jemi në fazën që kemi filluar të përdorim qelizën e parë të landfillit të Sherishtës, i cili për arsye të karakterit juridik pati një vonesë prej 2 vitesh me punën, por sot jam i lumtur që me punën që ka bërë bashkia, në bashkëpunim me ambasadën gjermane dhe KFV-n, arritëm të bëjmë të mundur të vendosim qelizën e parë të landfillit në funksion. Drejtoria e Qendrës Rajonale të Menaxhimit të Mbetjeve pranë Bashkisë së Vlorës Ariona Bojaxhi u shpreh se do të fillojmë një projekt pilot për ndarjen e mbetjeve riciklueshme në qytet. Do të vendosen 100 kosha për të ndarë mbetjet në burim dhe pastaj do depozitohen në landfill mbetjet që nuk riciklohen. Programi i menaxhimit të mbeturinave të Vlorës synon të krijojë një sistem modern dhe të integruar të menaxhimit të mbetjeve për rajonin verior, qyteti Vlorës dhe Selenica. Kjo iniciativë kontribon ndjeshëm në praktikat e qëndrueshme të mbetjeve në Shqipëri, duke mbështetur strategjinë kombëtare të mbetjeve dhe duke çuar përpara për afrimin e vendit me standardet mjedisore të BE-s. Ndërkaq po në qarkun e Vlorës në Orikun po vijon puna për ndërtimin e rrjetit të ri të kanalizimeve. Projekti parashikon ndërtimin e 5 stacioneve të rinj dhe rinovimin e 4 aktualve dhe financohet nga Banka Gjermane për Zhvillim dhe zbatohet nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit. Ndërkohë të bën përshtypje në inspektimin e një dite më parë të kryetarit të Bashkisë së Vlorës së bashku me ambasadorin gjerman në Sherisht në landfillin e Sherishtës, munguan gazetarët e qytetit të Vlorës, ndërsa ishin të pranishëm vetëm mediat nga Tirana.